حاشاك يا حبيب الله حاشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي. Të nderuar vëllezër besimtar, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na i mundsoi që të jetojmë me begati të mëdhaja të Tij. Na i mundsoi që edhe sot ta shijojmë jetën, të shohim se si lind dielli dhe të shpresojmë ta shohim se si perëndon. Ti përjetojmë të çaste më të mëdhaja në historinë e njeriut, pavarësisht se në cilën pjesë të tokës jeton. Sot pa dyshim se janë bashkuar vlerat me një vlerë. Ka rastis që sot pa dyshim pra është muaj bekum Ramazanit dhe ne jemi agjerueshëm. Ka rastis që sot të jetë ditë e xhuma, dita më e madhe që e ka shëndrit ndonjëherë dielli, ditëlindja e njerëzimit e kështu me radhë. Por inshallah taala, dhe shpresojmë që jemi të saktë në këtë që e themi inshallah, ka rastis që sante me emrin Allahut Azza wa Jall, po tham nëse kemi fat të jetë pra nata e Lejletul Qadrit. Pa dyshim se kur njeriu ndalet para këtyre tri argumenteve të mëdha, agjërimi me një anë, xhumaja në anën tjetër, nata e Qadrit përpara, njeriu i bën pyetje vetvetes, a je ti ai i cili mundesh me i perceptu këtë vlerat Allahut Azza wa Jall? Edhe akiti ka çik intelektual për me zbërthy ata që Allahu subhanahu wa taala e ka vlerësuar para se me vlerësu çdo krijesë tjetër sipërfaqe tokës. Sepse ne jemi besimtar dhe besojmë në ata të nderuar vëllezër, se i vetmi krijues është Allahu subhanahu wa taala dhe i vetmi i cili i vlerëson krijesat e tij është vetë krijuesi Allahu subhanahu wa taala. Allahu than Kur'an, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allahu krijon çfarë të don dhe atij takon që ta vlerëson. Pra të nderuar vëllezër, dëshiroj pra shumë shkurtimisht me i thanë disa fjalë në lidhje me vlerat të cilat ne sot po jetojmë, në lidhje me një natë e cila është e njohur për besimtarin që nga fëmiria e tij, është e njohur për besimtarin në bazë të atyre ulëmtimeve që ai ka bën, por ndoshta do të bëhet e njohur edhe më shumë vlera e këtij muaji atë ditë kur shkojmë te Zoti i Madhreshëm dhe ndoshta bëjmë pjesë në regjistrin e atyre të cilët e kanë pas fatin që ta përjetojnë këtë natë, ta ngjallin këtë natë, ta ringjallin këtë natë dhe ta kanë pas fatin pra që të përjetojnë ose të përfitojnë nga kjo natë. Pra është nata e Qadrit. Historia e njerëzimit të nderuar vëllezër, asnjëherë të vetme prej Ademit alayhis salam, e deri në momentin kur ka filluar me zbrit Kurani, dhe deri sa tjetë kjo botë gjallë, nuk ka përjetu natë më të madhe, as toka, as qelët, as me lajket, as njerëz dhe as krijesa tjera kudo që t'jenë më shumë se sa nata e Qadrit. Pse të nderuar vëllezër kështu? Sepse ka filluar me zbrit Kurani në natën e Qadrit. Pra Allahu subhanahu wa taala në këtë natë ka marrë një urdhër, ka dhënë një vendim i cili ka qenë i dijshëm te Zoti i Madhreshëm para se të ekziston toka dhe qielli, dhe para se të ekzistojnë me lajkët, dhe para se të ekziston njeriu i cili do të bëhet bartës i atyre vlerave që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. E natën e Qadrit dha urdhër Allahu azza wa Jall që Kurani i Madhreshëm, dija Allahut azza wa Jall, të heket pra prej Leu Mahfuthit, prej pllakës ku shënohen veprat e njerëzve dhe shënimet që si din askush përveç Allahut, dhe të zbret Kurani pra në qiellin e dunjas, e pastaj po 23 vite të zbret në tokë. Një element të vogël të nderuar vëllezër. Është e vërtetë se edhe Tevrati ka zbrit në Ramazan. Është e vërtetë se edhe Zeburi ka zbrit në Ramazan. Është e vërtetë se edhe Injili ka zbrit në Ramazan. Dhe është e vërtetë që edhe suhufët e Ibrahimit dhe të Musait alayhissalam kanë zbrit në Ramazan. Është e vërtetë pra që Kurani ka filluar me zbrit në Ramazan, por asnjëherë nuk janë të barabarta kjo e fundit me ato paraprake. Sepse nata e bekuar e Qadrit është bërë e bekuar për një arsye, vetëm për shkak të Kuranit Madhreshëm. Pra ka zbrit Tevrati në Ramazan, po s'ka ekzistuar një natë
të popujt e mëhershëm që ekziston nata e Kadrit të popujt të muslimani. Për ata të nderuar vëllezër, Ebu Dharri transmeton një hadith. Tha, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diskutoi për vlerën e natës Kadrit, tha më shkoi mendja masit vdes pejgamberi, a ka më mbet nata Kadrit kaq e vlefshme. Tha, ja Rasulullah, sa je gjallë ti dhe Kurani për zbret dhe ne për jetojmë Ramazanin, sigurisht se Allah ka më të nderu që me arë nata Kadrit sa jeti këtu. Po nëse ti vdes, ja Rasulullah, dhe përfundon shpallja, çka do të bëhet me natën e Kadrit? Pejgamberi sa mi tha se nata Kadrit, edhe atëherë kur vdes unë dhe përfundon zbritja e Kuranit, do të jetë dhuratë për ummetin tim të ditën e gjykimit. Kjo është vlera me cilën e ka nderuar Allahu subhanahu wa taala. Sepse popujt e mëhershëm në prezencë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u krenojshin për jetëgjatësinë e tyre dhe veprat e tyre, Allahu xhalla xhelalu si kundur përgjigje ndaj tyre, tha se kjo është nata e cila ka vlerë më shumë se 1.000 muaj. Pra s'mund të llogaritet jeta besimtarit musliman, sado që të jetë e vogël, nuk mund me kanë e barabartë në peshë me një jetë të popujt më parshme, pavarësisht sa kanë jetuar ata. Pra vlera e ummetit pejgamberit është më e madhe se sa vlera e çdo ummeti tjetër, edhe në qoftë se njeriu ka jetu besimtarin këtë jetë, qoftë edhe një sekond. Pse të nderuar vëllezër kështu? Sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë pejgamberit, ja ka zbrit një ajet, dhe i ka thënë khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni populli më i mirë që Allah e ka prur sipërfaqe të tokës. Populli që i besojnë pejgamberit. E nëse ne jemi populli më i mirë, sepse pasmi pejgamberin ton, vule gjithë pejgamberëve dhe pasmi Kurani Kerimin, vule e gjithë librat të mëparshme, udhëzim hynor, atëherë pra neve po na takoj ka që edhe kjo vlerë e kësaj natës pra të jetë e jona, vlerë e Islamit dhe vlerë e muslimanëve që Allahu subhanahu wa taala dëshiron me ngrit njerëzit pra besimtarët prej një pozicioni tjetër. Por ata të nderuar vëllezër, është me fat madh, sepse dietarët islam thanë në qoftë se njëherë në jetë njeriu e ka taku natën e Kadrit dhe ka qenë besnik me Zotin e Madhreshëm, e ka lutë Allahun për të mirat e tij, për të mirën e familjes, për të mirën e shoqërisë, e kështu me radhë, kanë thënë dietarët, i ka mjaftuar edhe nëse vdes mas asaj dite. I ka mjaftuar për me shkuar në xhenet. Por arsye se Allahu subhanahu wa taala gjërat me vlerë të nderuar vëllezër, pa dyshim se është vështirë me arrit, po nëse arrin njeriu, pas atyre s'ka tjetër përveç shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra është natë e madhe të nderuar vëllezër. Është natë e madhe sepse Allahu xhelle xhelalu pikërisht në këtë natë ka vendosur edhe një herë me rikthy jetën e njerëzimit sipërfaqe tokës. Pikërisht në këtë natë të nderuar vëllezër, u dasht me prit minja vjet popujt e mëhershëm derisa të vjen vendimi i Zotit Madhreshëm me dërgu pejgamberin dhe me zbrit Kur'anin famëlart. Kanë prit popujt e mëhershëm me vite. Mos helbet në mesin e tyre po lindni pejgamber me emrin Muhammed. Dhe në mos helbet në mesin e tyre po e kanë fatin me përjetu një libër i cili po tishte në peshën e tokëve dhe qejve, ka pas me i peshu. Kjo është libri Allahu subhanahu wa taala i cili i ka deportuar qejt këtë natën e Kadrit dhe ka në tokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të mbetë gjithmonë derisa të jetë kjo botë gjallë. Kjo është nata të nderuar vëllezër, që Allahu subhanahu wa taala me ujin e diturisë që ka Kurani Kerimi ka me i shqy gjeneratat në vijim edhe nëse ka ymër kjo botë miliona vjet. Kjo është nata të nderuar vëllezër që Allahu subhanahu wa taala vendosi me i dhanë kuptim jetës së bote. Sepse nuk do të kishte pat kuptim krijimi tokës dhe qejve. Nuk do të kishte pat kuptim krijimi me lajkëv. Nuk do të kishte pat kuptim krijimi njeriu, po mos ishte në mes në këtij njeriu pejgamberi Allahu subhanahu wa taala dhe po mos ishte në mes në këtij njerëzimi libri më i shenjtë dhe më i shtrenjtë që ka njoftë historia tokës dhe qiellit, Kurani i Madhreshëm. Por ata të nderuar vëllezër, kur ka filluar me zbrit Kurani i Madhreshëm, sepse tema është shumë e gjatë, pa dyshim se janë kanë në siklet edhe toka dhe qielli. Janë kanë në siklet toka dhe qielli për arsye se për masat e këtij libri, kësaj fjale të Allahut, janë më të mëdha se toka dhe qielli. Po mos ishte qëllimi i Allahut azza wa jall
që me majt qelin, me ban qelin, me përbalu zbritin e Kurani Kerimit, kanë pas me u shkapërder toka dhe qeli. Për shkak të peshët që ka kjo libër që ne kemi në dorën tonë. Dhe është transmetu një hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se një ditë për ditë dhe pejgamberi sa po e ndëgjon qelin ka përset. Ka dridhë toka dhe qeli, sepse po zbret Xhibrili me një ajet në Kur'an. Pejgamberi sa tha i takon ta tokës dhe qelit që dridhët sepse po zbret fjalë Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu tha se nulqi alejke qawlan thaqila. Ta po ta zbres një fjalë me pesh, aja është fjala e cilat mëson me njoft Allahun azza wa jall. Aja është libri i cili mëson me kuptu sepse jeni këtë botë. Dhe është libri i cili ka për dorë të ndëruar vëllezër, prej para se me artin këtë jetë, deri të çon te Allahu xhel xhelalu argument pas argumenti dhe dërzon te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është libri, kjo është Kurani. Ai ka zbrit këtë natë të ndëruar vëllezër. Ai ka qenë deri më i madh që ka njohur historia e njerëzimit. Ai ka qenë deri më i madh që kanë njohur banorët e qiellit. Edhe me lajket të cilat janë krijuar në formë të ndryshme për me një nështru Allahut azza wa jall. Momenti kur ka ardhur iza prej Zotit se po del Kurani Kerimi për Leu Mahfuzit, pa dyshim se janë trëzu këtë me lajket në qiell dhe ato në detra në tokë, për me prit fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Por ata Allahu than Kur'an e pranoj këtë emanet njeriu se i padijshëm. A di pse je i padijshur unë edhe ti vllai dashur? Se kur në jetën tonë se ke kuptuar çfarë vlere ka libri i Allahut azza wa jall. Se kur në jetën tonë se ul me kuptuar se çfarë madhnie ka një fjalë prej fjalëve të Zotit në Kur'an. Pra bash i padijshëm atëherë kur ti nuk e din peshën e këtij libri. Dhe bash i padijshëm atëherë kur ti jeton këtë botë dhe shkon te Zoti i Madhërisht pa e konsultu qoftë e njerë të vetë me librin Allah subhanahu wa taala, i cili është argument i jetës tane, sa je gjanë këtë botë, dhe do tjetë argument në varë, dhe do tjetë mbrojtës, insha Allahu taala, edhe në ditën e gjykimit. Pra, por mos me qenë grupin atyre të cilët e kanë injoru vlerën e këtij libri, ne do të kapëm i fuqishëm si musliman, sepse nuk ka rrugdalje tjetër për njeriu vetëm se ti përmbahet Kuranit. Kjo është një pjesë e vogël të nderuar vëllezër e asaj çka do të flitet në ligjërata të ndryshme. Po unë po e kaloj tash temën shumë shkurtimisht me një çështje tjetër, element tjetër së natë. Në këtë natë të nderuar vëllezër, Allahu than Kur'an, inna anzalnahu fi lejletin mubarakatin inna kunna mundhirin. Tha ne kemi zbrit, po thot për Kur'anin, në natën e begatshme, inna kunna mundhirin. Tha Allahu na kemi qenë ato që kem dash me atrozu ndjenjat njerëzimit. Kem dash në me ngrit njerëz në nivel përgjësie. E qka o Zot mas e fjale? Tha yufraku fiha kullu emrin hakim. Tha në këtë natë përcaktohet gjithë shka me vendim Zotit Madhërisht. As njëherë të vetme nuk ka krijes që ka mundësi me ndërhyn kaderin Allahut azza wa jall. Edhe po bami bota këtë më një anë, për ta ndryshu kaderin, është e pamundshme. Sante të ndëruar vëllezër, zbret regjistri për si cilën krijesë një ka një. Madje edhe për çato krijesa që janë në barkun e nanave tona që s'kan lind hala. Madje edhe për ato krijesa të cilat janë në barkun e krijesave tjera, secili zbret, secilës i shkruhet caktimi i Allahut azza wa jall për ta nditin. Mendoj ndëruar vëlla se sante nëse ne ka bë Zoti emër me kanata kadrit, ka zbrit me lajkja me kaderin Allahut azza wa jall. Dhe ti e përmend fleturin Allahu subhanahu wa taala. Dhe ke kujdes se ku e përmend. Dhe si e përmend dhe për çfarë e përmend. Pra na takon neve se musliman të jemi të kujdesshëm. Të jemi të përulur ndaj librit të Allahut azza wa jall, ndaj vendimeve të Allahut azza wa jall dhe ta kërkojmë për Allahut azza wa jall ata që ka kërku Omeri radhiyallahu anhu. Omeri radhiyallahu anhu është transmetuar prej tij Omer bin Abdul Azizi, thotë o Zoti i Madhërisht, ne nuk po kërkojmë me ndryshu kaderin tan, po ne po kërkojmë që ti më zgjedh më të lehtën për neve. Pra ne jemi besimtar dhe një prej kushtet e besimit ta që askush ndërhyn kaderin Allahut. Dhe ne kur në jetë si besimtar nuk bëjmë përpjekje me ndërhyn kaderin Allahut, por ne gjithmonë bëjmë përpjekje me lutë Allahun azza wa jall që ai të na i përmison pra kaderin tina. Dhe ja ka ardhur koha të ndëruar vëllezër që kemi arsye të shumta, edhe individuale, edhe familjare dhe shoqërore,
që të bëjmë dua dhe ta kalojmë këtë natë në lutje dhe në të tjera padyshim. Me lutë Allahun Azza wa Jall që me nxjerr këtë popull pej humnerës së paditurisë, pej varfrisë, pej vllavrasjes, pej nënçmimit, pej përbuzjes, pra kem arsye të shumta na sante me kalu në sejdë natën. Me lutë Allahun Azza wa Jall që për hartët e gjenatave të reja inshallah taala na ndryshon neve qasjen dhe na bën që me kuptu realitetin e kësaj jete dhe realitetin e botës tjetër. Pra të nderuar vëllezër, kjo është nata që ka gjetë shumë familje muslimane të përgjakura. Kjo është nata që ka gjetë shumë nana të cilat në agoni të vdekjes abortojnë. Kjo është nata e cila po i gjan shumë prej muslimanëve sipërfaqe të tokës, të cilët po ujitin tokën e thatë me gjakun e njom. Andaj na ka hije si besimtarne që spaku ta lutim Allahun Azza wa Jall për hir të asaj që quhet insanie njerëzore, ta ndërpret gjakderdhen kudo që derdhet ai gjak, sepse gjaki i njeriu është i shtrenjtë dhe se njeriu është krijuar për të nështruar Zotit, dhe se njeriu është vepër dhe krijimtaria e Allahut Azza wa Jall, i mallkuar është ai i cili pra ka ndërhyrë në ata që ka ndërtuar Allahu subhanahu wa taala njeriu. Pra të nderuar vëllezër, unë kisha dashur si popull edhe si komb, po edhe si popull musliman, kisha dashur që pak punë t'ja lëm duas e shumë punë të bëjmë na. Unë kisha dashur si popull që të bëjmë punë shumë e pastaj t'i çojmë durr për pjetë, sepse Zoti i Madhërisht na ka mësuar dhe pejgamberi sa se gjanat kanë janë ndryshuar me punë të nderuar vëllezër, e pastaj ngritën durr lart Allahu Azza wa Jall, sa Allahu tha duan e ngritin punët e mira. Nuk mujna na musliman veç me dua me ndryshu gjendjen, kur na vetëm i bash katrimtar të asaj që ka ndërtuar Allahu Azza wa Jall. Nuk mujna si popull vetëm me dua me dal prej kësaj krize, kur ne vetëm i shndruar në makineri të shkatrimit të popullit. Pra do të dalmi prej kësaj situate e sa do shanse art që ne t'ju kthehemi Allahu subhanahu wa taala dhe ta lutim Zotin e Madhërisht, sepse tha pejgamberi sa ai i cili e ngjall këtë natë imanan wa ihtisaban, me besim në Allahun ja dhe me përkushtim dhe bindjen e të, tha ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi, fa Allahu jalla jalalu do t'ja fal historinë e kaluar të tij, secili prej neve ka shënuar në fletorët zez. Inshallah subhanahu wa taala bëhet kjo natë që neve na pastron prej mëkateve deri sot ku po flasmi, dhe inshallah taala bëhet kjo natë dëshmitar për neve dhe ne i kthehemi Zotit Madhërisht. E kulu qouli hadha wa astaghfiru li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.